E këtë javë po e nisi me një propozim martese. Argentina Ramosa e nisi këtë javë duke pranuar propozimin e martesës nga i dashuri i saj, duke me bishkrimin në një postim merri mi. Ku përmes postimit Argentina tha normalisht që i thash po. Propozimin Argentina e mori pikërisht gjatë kohës ku po qëndroi në pushime në Tajland. Hajde gëzuar urime për hajër çiftit të ri. Edhe këngëtarja Gjensila Mirtyzaj sipas postimeve gjendet në Dubrovnik në Kroaci bashkë me shoqëri dhe të dashurin e tij aktorin Bes Kallaku. E ndërkohë Mimoza Shkodra dhe Arta Bazi kanë postuar të njëjtën foto këtë javë, bashkë me njëri tjetrin, edhe pse ata nuk e kanë komentuar nëse janë në një lidhje ose nëse nuk janë në lidhje. Të shohim tash se çka po ndodh me këta dy. Mashallah, viti çifte. Era i strefi i ka fansat shumë kreativ. Këto e kemi pa në shumë raste me fotomontazhat e ndryshme që i bojnë për erën. Pos kësaj era na ka njoftuar edhe me trajnerin e saj personal. Qysh po duket, era këtë javë e pas ka marrë shumë seriozisht fitnessin. Këngëtarja Enca Haxhiu këtë javë ka falendruar 5000 followersat e saj, bashkë me gjithë ata nga Arabia e nga gjithë bota. Ajo këtë javë nis drejt Brukselit në Instagram ka postuar dhe këtë video. Mirë, vedo e mirë, shumë interesant, po këtu dyja s'pe di kush janë. Qysh po mdo këtë Enca ka fillu me folë edhe turqisht, ha? Seni seviyorum. Seni seviyorum, mirë. Edhe frangësisht. Coucou, je suis à Bruxelles et j'ai pris finalement quelques jours de congé et je m'amuse beaucoup ici, je suis avec ma famille et mes amis. Mouah, bisous! Këtu nuk e mora vesh. Futbollisti shqiptar Xherdan Shaqiri e nisi javën duke u zhveshur. Kështu duket në foto. Në postimin e tij tregon që ishte i lumtur që kishte ndeshjen e parë për Interin duke shënuar një gol. Drejt për drejt nga vendi i ngjarjes, Blerim Destani postoi një foto nga premiera e filmit Harms ku protagonist është vetë aktori në fjalë. Ai njihet për një jetë luksoze dhe këtë nuk heziton me shfaq edhe në përpostimet e ndryshme të tij. Gjithashtu, ai tregon përmes këtij postimi se është krenar që është shqiptar. Reperit Noizi, gjithatonet pa gjëm, më në fund thot se ju dha kuptimi duke postuar makinën e tij të re. Ai gjithashtu duket se s'po i ndohet fitnessit. Ai postoi një foto tjetër këtë javë me mbishkrimin mirëmëngjesi nga i vogli unë, ku duket Noizi kur kishte qenë fëmijë. Destinacioni i tij fundit ishte darka me ciljetën. Gjithashtu edhe këngëtarja nga Shqipëria, Samantha, ka postuar foto nga Parisi i bukur bashkë me shoqet e saj, njëra ndër to ishte Ronela Hayati. Duke mos e lënë anash me postimet e saj, edhe këngëtarën Bleuna Qereti nuk do të flasim për paraqitjet e saj në ndonjë tapet. Kësaj radhe do të flasim për postimin e saj me të cilin e nisi javën me babain e saj ku thot prindërit e mi janë gjithçka imja. Dhe me postimet e tjera të ndryshme, si fotoja me mbishkrimin u zgjova duke pritur puthin tënde. A thu për kën e ka pas. Pastaj me foton duke zbritur nga aeroplani privat. Nuk e di a është i sajna, kështu duket në foto, nuk e dim qysh çka tek. Me një postim tjetër duke thënë mirë se erdhët në jetën time, ku duket diku në prapasken duke u rregulluar. Dafina Zeqiri është shumë aktive në rrjetet sociale me postime të shumta. Kësaj radhe do të flasim për një postim ku ajo është ndje jashtëzakonisht mirë me një pamje të dhomës të një fanse të saj. Këngëtarit Adrian Goxha i është mbush shtëpia plot me lumturi, kështu thot ai përmes një postimit ku janë plot fëmijë në foto bashkë me të. Sipas një postimi tjetër, Adrian Goxha duket se po merr pjesë në filmin Karate Kid 3. Ai ka vazhduar me postimet e tij të tjera të shumta ku duket mbi një liçen të ngrirë, ku prej saj kemi edhe një video.
e edhe disa tjera qesharake. Kjo me macën. Po edhe kjo tjetra duke zbrit nga shkallat elektrike, dikush që nuk e di mas kush është. E përmes postimit të fundit duket që është i lumtur që Floriani i vogël ka marrë 3 milion klikime në këngën E di që don. S'di pse thash Floriani i vogël, ai veç u rritash. E ndërkohë edhe Edona Lalloshi duket se është e fiksuar pas flokëve, ku ka postuar një foto duke rregulluar flokët e pastaj është nisur drejt te këqija. Normalisht kuptohet këqija show. E pas kësaj me njerë ka postuar një foto me kolegët e soja si Shyrete Belulin dhe Ganimete Ashanica. E Vesa Luma ka postuar një foto duke në dhuruar një buzëqeshje. Një buzëqeshje për ata që ka nevojë sot ka shënuar ajo. Ka postuar një xhirim nga Olanda duke thënë qëllojani se çka po këndojmë. Ta shohim vetëm. Ajo e ka përshkruar ditën e mashkullit dhe femrës përmes një postimi ku shihen përmes smajllave emocionet që kinse kanë gjatë një dite duke thënë e vërtet. Pa i s'podi, ndoshta. E tash ndalemi tek Artnesa, Miss Universe of Kosovo 2014, e cila po qëndron në Miami dhe nesër do të mbahet finala e kësaj gare, ku ka bukuroshe kogja shumë. Po shpresojmë që komo u kthy me një çmim e ai çmim të jetë Miss Universe of the World. Ajo po poston foto të shumta gjatë qëndrimit atje, bashkë me miset e tjera nga vendet e ndryshme të botës. I urojmë sukses Artnesës. Agnesa Vuthaj ka postuar edhe ftesën e saj për në Miss Universe. Dhe këto ditë duket që po qëndron atje ku do të marrë pjesë në këtë eveniment. Këtë e kemi pa nga postimet e saj të shumta, para kësaj ajo ishte edhe në New Jersey dhe shumë postime tjera nga vende të ndryshme. E kur jemi tek Miss Universi, vajzës që dikur rrëmbeu vendin e tretë në Miss Universe, ajo ka postuar një foto me një djalë për krah saj. Ku në një foto mbi shkrimi është Fati im, My Destiny në gjuhën angleze. A thu se kush është djaloshi në fjalë, e mbetet me kuptu në javët që vinë se kush është djali në krahët e misit ton Marigona Dragusha. E ndërkohë legjenda e humorit shqiptar është në pushime. Vedat Bajrami na ka përshëndetur nga plazha Cancun, Meksiko. Një foto ku shihet pranë kuftorit me një çadër të plazhës. E pastaj me një foto ku shihet me kolegun e tij Osman Azemin dhe një mik tjetër. Me mbishkrimin "Tu i prit kamerat e Eurosportit, po fillon turniri ama topin e zi Sompexhena". E një foto tjetër ples të njëjtën. Kurse reperi Ledri Vula duket se është kthyer nga pushimet. Kjo kuptua pas postimit të tij që duket që ka bërë disa foto profesionale bashkë me fotografin Kastriot Zhugolli. E gjithashtu edhe reperi Lyrical Sun është aktiv në rrjetet sociale. Ai ka postuar një foto me shoqëri me mbishkrimin "Veç me mujt me kthy kohën e vjetër në mahall". Ka pas lezet. E pastaj edhe pse më vones ka thënë ai, po s'ka lidhje, ka nga shumë e smut. Kuptohet për projektin më të ri të reperit Bimbima Darling dhe ka vazhduar të postoj foto të tjera me dashurinë e tij, me mbishkrimin "Të njëjtën që do të pres se po du çdo mëngjes me nda me ty", një pjesë edhe nga kënga e tij "Pse të fola". E ndërkohë edhe këngëtari Stanaj ka postuar postimin e Kim Kardashian në Twitter ku shkruan sa i ëmbël është ky këngëtari i ri shqiptar duke kënduar këngën Only One. E erdhëm të fundi. Këto ishin ato që ne i veçum këtë javë në rrjetin social Instagram nga të famshmit tonë. E deri në javën tjetër postime të këndshme. Ciao ciao.